Shkoni, ju të shka ende shkoni në xhamia. Nëse e kini hoxhën të ofert, pyetni. Hoxha, me çfarë emri përmenen të krishterët, se cili ka më të thonë Nasara. Surja 110 e Kuranit është suretun Nasr. Ndihmtar, kur të vjen ndihma e Zotit, ndihma e Ilahit, ndihmtar më të mëdhej sot në botë që ndihmojnë janë Nasara, të krishterët. Nuk kanë paragjikime as për një jahudi, as për një musliman, as për një budist. Kjo është e vërteta që ne e shohim. Pavarësisht si ka sot një reakcion të madh kundër asaj çka e shohim prej refugjatëve të Afganistanit, e Pakistanit, se edhe Pakistani edhe sot e kësaj dite e përdor alfabetin arab. Edhe Irani e përdor alfabetin arab. Po sikur Turqia ta kish përdor alfabetin arab, si do t'i kishmi pas punë në Kosovë dhe në Maqedoni? Kjo është pyetja për me kuptu programimin, për me ardhur tek programimin.